2 vite pas zbulimit, gjetjet arkeologjike në ish gjimnazin Gjergj Kastrioti në Durrës po degradohen. Bimësia ka mbuluar mozaikët dhe strukturat arkeologjike, ndërsa shirat e dimrit i përmbytin gjetjet. Ato u zbuluan në vitin 2024 pas shembjes së gjimnazit si dëmtuar nga tërmeti dhe përbëhen nga një strukturë monumentale me dhoma, të paktën 4 pishina dhe disa mozaik. Gjurmët më të hershme datojnë në shekujt e 3 dhe të 2 para erës sonë, ndërsa paradoksalisht Ministria e Kulturës thotë se mozaikët janë konservuar dhe strukturat e tjera janë mbuluar me geotekstil. Bashkia e Durrës ka parashikuar 370 milion lek për ndërtimin e gjimnazit të ri, teksa ende nuk është vendosur se si gjetjet arkeologjike do të ruhen edhe fati i rindërtimit të gjimnazit mbetet i paqartë.